Rikthehemi në studio për të bazuar pikërisht në diskutimin që ne përmendëm pak më parë, ndoshim një material shumë interesant në peshën e lajmeve tona për atë çka ka ndodhur dje në ditën ndërkombëtare të personave me sindromën Down. Një marshim i cili ka sensibilizuar dhe ka bërë bashkë fëmijë të rritur pikërisht për kauzën e jo vetëm të sensibilizimit të opinionit publik për përfshirjen e këtyre personave, por për t'i dhuruar atyre sa më tepër dashuri. Ne mundëm të shihnim të shkëputur vetëm pak momente nga gjithë ky marshim, i cili në optikën tonë duket eti suksesshëm, ku një pjesëmarrje e madhe ishte aty prezente, megjithatë në lidhje me të gjithë të organizim edhe se si është përqafuar edhe nga pjesa madhe e individëve, kemi kënaqësinë të kemi pikërisht drejtoreshën e këtij fundacioni, pikërisht Kadria Kruja. Mirë se vjen dhe të falenderojmë që je sot. Faleminderit juve. Është kënaqësi vërtet të kemi sot në studio, aq më tepër që ne mundëm të shfaqim paksa momente nga ky marshim, por në ndjesinë tuaj si funksionoi, si shkoi gjithë ky aktivitet i rëndësishëm pa diskutim. Pikë së pari duat ju falenderoj që u bët pjesë e miqve tanë, sepse edhe marshimi ishte një mik për kokë, kështu që u bët pjesë e miqve tanë. Nga ana tjetër, dita e djeshme ishte e mbushur me shumë emocione. Kemi pasur një ditë aq të bukur, sa që edhe ne vetë mbetëm të surprizuar. Shumë fëmijë cilët ju atashuan pjesës tjetër të fëmijëve të cilët marrin shërbime në qendrën tonë, por jo vetëm, sepse ishte bashkëpunim me disa qendrave iniciativa e djeshme, dhe nga ana tjetër ishin edhe shumë prindër të cilët mbështetën këta fëmijë. Ishte me të vërtet një nga ato ditët në të cilët ti ndjehesh krenar për punën e përditshme që bën. Me vlerësimin maksimale, themi apo jo. Në fakt aktiviteti i djeshëm po themi është një ditëlindje e dytë për çdo fëmijë apo person i cili sigurisht ka këtë sindrom, edhe që ne edhe në këtë studio me Emanuelen e jo vetëm e kemi quajtur jo me aftësi të kufizuara, po themi si shumë kush mund të flasin në opinionin publik, por me aftësi ndryshe persona të cilët kanë një gjë më shumë se sa ne. Kështu që në këtë sens flasim pak për misionin, për te aktivitetit të djeshëm. Ka rritur në Shqipëri tashmë që fondacioni juaj ka edhe një qendër në të cilën mund të merret trajnimi, të rehabilitohen këta persona, të trajtohen, të marrin ndihmën e nevojshme, që prindërit realisht të besojnë në ndryshimin e tyre, sepse besoj është kjo edhe pak mentaliteti që duhet mposhtur në Shqipëri, që prindërit kur mendojnë që kanë një person me aftësi të kufizuar apo një fëmijë me sindromën Down, stepen dhe thonë ky është fati im, nuk kam çfarë të bëj, ndërkohë që është komplet e kundërta, apo jo? Unë nuk do të thoya që këto prindër, familjar, të afërm nuk kanë vështirësi. Kanë vështirësitë e tyre, kanë vështirësi në përballimin e momenteve të para, pasi nuk është vështirë që të kuptosh që fëmia yt do jetë ndryshe nga të tjerë, do ketë nevoja të veçanta nga pjesa tjetër e familjes. Por ajo çka mua më jep shpresë, dhe jo vetëm mua, por të tërë anëtarëve të cilët punojnë në fondacionin tonë, apo stafit i cili ofron shërbim në qendër, na jep shpresë fakti që tashmë kemi prindër të cilët sjellin fëmijët për shërbim tek ne nga Gjirokastra, nga Tropoja, nga Fieri, nga Vlora. Pra, mungojnë shërbimet, por shihemi dhe si dritë shprese. Është shumë e rëndësishme që të zgjerojmë shërbimet tona, të jemi sa më profesionist. Dhe me sa duket Fondacioni Down Syndrome Albania është duke dalë më së miri për këtë pjesën. Pra nuk jemi vetëm duke punuar në sensibilizim, sikurse ndodhi edhe dje dhe sikurse do të ndodhë në të gjithë muajin tetor, pra është muaji i sensibilizimit për personat me sindromën Down. Por është shumë e rëndësishme të kuptojmë që edhe shërbimet janë të nevojshme, dhe për sa kohë ekzistojnë qendra si qendra e arritjeve dhe zhvillimit tek fondacioni ynë, mund të ketë fare mirë iniciativa, po kaq desha mirë se edhe në pjesën tjetër të Shqipërisë. Dhe duhet thënë që në pak kohë, kur është folur për të gjithë krijimin e këtij fondacioni, interesi ka qenë të madh. Mund të them me bindje tani që ju përballeni me rastet konkrete, ka qenë një nevojë e domosdoshme për të gjithë Shqipërinë? Në fakt është lindi si nevojë. Lindi si nevojë e prindërve të cilët kishin fëmijë të tyre me sindromën Down, sikurse është edhe një nga anëtarët e bordit. Por ajo çka unë dua të them është që jo vetëm është nevojë e disa fëmijëve të cilët mund të arrijnë në shërbime, është nevojë edhe e prindërve të tjerë të cilët ende nuk kuptojnë se çfarë do të thotë sindroma Down.
të cilët ende nuk kuptojnë se çfarë mund të ketë nevojë një fëmijë me sindrom Down. Pra shpërndahet dhe informacion për ata që nuk kanë një burile. Absolutisht që është e domosdoshme shpërndarja e informacionit, sikurse është e nevojshme edhe të punuarit shumë më tepër me kategori të ndryshme, sepse ne mund të shpërndajmë informacion, mund të bëjmë më të mirën tonë në të gjithë target grupin që është prezent, që ka lidhje me qendrën, që ka lidhje me fondacionin, por është shumë e rëndësishme të punohet edhe me rritjen qytetare të fëmijëve, të aktorëve të tjerë, të cilët mund të bëjnë atë të voglën e tyre të përditshme, e cila përmirëson gradualisht pastaj edhe situatë. Edhe bën të jetojnë si gjithë të tjerët, apo jo, pavarësisht veçorive që karakterizojnë këta fëmijë. Besoj për gjatë trajtimit të tyre specifik, ne kemi ndjekur edhe në një material, në një vizitë që Genta ka bërë tek juve, të gjitha këndet dhe format se si këta fëmijë marrin atë ndihmën, po themi të tyre, a kemi patur përmirësime, po themi gjatë kësaj kohe edhe pse e shkurtër e qendrës tuaj të këtyre fëmijëve? Në fakt kemi shtuar shërbime. Kemi shtuar shërbime. Ajo çka ne shikonim si të domosdoshme ishte rritja e socializimit. Tani jemi duke bashkëpunuar për vendosjen e një terapie muzikore. Terapia e cila përveç se do rrisi socializimin, por normalisht stimulon edhe shumë aktivitetin social të fëmijëve me sindromën Down, kështu që do të kemi më shumë buzëqeshje në qendrën tonë. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Megjithatë, vazhdojnë trajtimet shumë të rëndësishme, ti i ke shpjeguar hap pas hapi. A kemi sot një numër më të lartë të fëmijëve të cilët vinë? Kemi 36 fëmijë. Që marrin trajtim çdo ditë? Po, çdo ditë. Jo çdo ditë, sepse sigurisht në bazë të një programi, po themi. 2 herë në javë. Po, secili fëmijë ka terapi 2 herë në javë. Dhe është shumë e rëndësishme kjo. Në fakt ne kemi mundësi të shohim edhe disa video shumë interesante të bëra në botë, në kuadër pikërisht të ditës botërore të personave me sindrom Down. Kemi kujtuar dhe kemi thënë që kemi persona me të tillë sindrom të cilët sot operojnë në kompani shumë të suksesshme në botë dhe që ja kanë dalë mban. Është ky besoj mesazhi që juve në një farë mënyrë bini edhe prindrit, i qetësoni ata, i jepni një shtys më të madhe për të luftuar me fëmijën e tyre? Në fakt prindrit e ne të shikojmë vetë. Ne nuk mundohemi të bindim askënd. Ne mundohemi që t'i bindim vetëm për të ardhur në qendër. Pastaj duket ndryshimi. Madje ajo çka unë do të shtoja është që ne dje në park kishim edhe shumë antar familjesh të cilët nuk kanë si antar të tyrin një person me sindromën Down. Dhe kuptonin me njëherë se një fëmijë kishte marrë shërbime apo nuk kishte marrë shërbime. Dhe kjo është diçka shumë e mirë. Pra, vjet të re. Ndryshimi ndjehet, evidentohet, është e pamundur. Nuk është nevojë ata të flitet me fjalë sepse është e dukshme apo jo në atë çka do transmeton. Një fëmijë i cili është punuar ka një lëvizshmëri më të mirë, ka një të folur shumë më të mirë. Është më reagues pra ndaj situatave të gjërave. Sikurse edhe komunikimi i tij është një komunikim shumë aktiv me shokun, mikun apo me çdo tjetër. Pra, vjet të re, nëse punohet, është një ndër sindromat që është me të vërtetë shumë e mirë. Të duron dhe buzëqeshje sepse ishe këta personazhe, le t'i quajmë si në rastin konkret, për shembull që të kemë potencialet e tyre dhe t'i shprehin më së miri, ndoshta më mirë edhe se fëmijët e zakonshëm. Në fakt dje një nga fëmijët tanë performojnë në kërcim. Për vërtet. Po. Sa i kishim pastaj performues në vjersha, në këngë. Pra ishte një show, një mini spektakël apo le ta quajmë. Metodë për ta. Kur është mirë të nis puna me këta individ? Sa po vini jetë që në muajt e parë mund të ketë ndoshta trajtime? Është e rekomandueshme të fillohet në muajin e 6 apo të 8 të jetës. Ka nevoja imediate, kështu që është e nevojshme. Është e nevojshme logopedia, është e nevojshme fizioterapia, sikurse pastaj terapia e zhvillimit e me radhë. Pra është shumë e nevojshme. Pra që herë nuk duhet pritur që ata të rriten, ndoshta për të qenë pjesë e këtyre trajtimeve. Nuk kemi të presim sepse ne mundohemi të përgatisim të ndjen mirë në kopshte, të ndjen mirë në çerdhe, kështu që nuk kemi të presim. Duhet punuar në ditët në muajt e parë të jetës së tyre. Dhe është shumë interesant. Në fakt unë do doja të pyesja Katri, duke qenë se ka qenë edhe një problem që vazhdohet edhe diskutohet, mbështetja, suporti dhe financat. Duhet ta pranojmë që duhen vërtet financa shumë të mëdha për të realizuar terapi shumë të mira. Sot a kemi një numër më të shtuar, po themi, të bizneseve apo të personave apo të
qeverisë fatkeqësisht dëgjuar Manuelin që thanë nuk kemi asnjë lloj mbështetje për momentin. Çfarë ndodh? Si mbahet kjo qendër gjallë, po themi? Në fakt, fondacioni është i bazuar në mbështetjen e bizneseve. Fatmirësisht kemi biznese të cilat janë treguar shumë dashamirës me ne. Ndërsa përsa i përket pjesës donatorëve, ata të cilët zakonisht janë pjesë e dhënies granteve, për momentin janë ende jo shumë të fokusuar tek sindroma Down. Fokusojnë ato çka quhet rëndom, aftësi e kufizuar, por jo në pjesën e sindromës Down. Sikurse është një element edhe shumë i rëndësishëm fakti që zakonisht donacionet janë për sensibilizim, donacionet janë për ndërgjegjësimin, pra jemi në pjesën e informimit apo të lobimit, por rrallë herë ka grante apo donatorë të cilët ofrojnë për shërbime. Ndërkohë që shërbimet janë ato që janë më të domosdoshme, shërbimet janë ato që kushtojnë dhe më tepër, dhe do ishte mirë që të fillojë të ndiejë dora e shtetit faktikisht. Është shumë e rëndësishme që pushteti vendor të marrë përgjegjësinë e tij përsipër. E ka detyrim sepse qytetarët, prindërit paguajnë taksa çdo ditë, sikurse edhe për shërbimet të tjera të ofruara, duke nisur me një shërbim shumë thjesht, parkingu. Ne ofrojmë parking për pjesën e popullatës, por duhet ofrojmë dhe shërbimet të tilla sociale për këta persona të cilët janë nevojë. Po themi ka qenë zero deri më tani interesi drejt për së drejti i shtetit dhe i ministrive të linjës? Nuk do thoja interes, do thoja mbështetja sigurisht. Është e pamundur të gjendet. Ende nuk arrihet të kuptohet se sa e domosdoshme është dhe se sa ul kostot ndërhyrja që në vitet e para. Sa më shumë rriten personat, aq më shumë kosto kanë. Kështu që nëse ne do ndërhynim, do kishim një aftësim për jetën, do kishim terapi më shumë, do kishte shumë më të lehtë për të bërë pjesë e komunitetit dhe normalisht do kishte ulje të kostove. Sepse kështu do ishin njerëz të integruar në një të ardhme dhe ndoshta pa qenë një pesh, le të themi, për shtetin i cili në një moment caktuar, nëse këta fëmijë nuk kanë potencial të tyre, duhen përkrahur e mbështetur, apo jo? Kjo është logjika e asaj që është më mirë. Sikurse do ishte edhe më e lehtë për familjen, e cila do kryente normalisht të rritet e ditës, pra prindërit do shkonin në punë, motrat dhe vëllezërit do i dedikoheshin më shumë pasioneve, profesioneve tyre, dhe nuk do ishim gjithmonë një antar më shumë në mbështetje. Pra, ndërhyrja e hershme sjell ulje realisht të kostove për të tërë. Për të gjithë familjen edhe vetë individin, apo edhe vetë shtetin. Unë besoj që për gjatë gjithë muaj do të ketë aktivitetet organizuara nga ju, nuk do të jetë vetëm ai djeshmi, kështu që kemi një program, po themi çfarë do të pasoj pas ditës së djeshme? Atëherë, ne jemi duke punuar për trajnimin e edukatorëve dhe të psikologëve shkollor. Në të njëjtën kohë, po gjatë këtij muaji do të ketë takime sensibilizuese me qeveritë e nxënësve. Dhe ajo çka është më e rëndësishme është që ne do të kemi edhe një bashkëpunim jo më vetëm me Tiranën, por shtrihemi edhe në 2 qytete të tjera, në Durrës edhe në Elbasan. Dhe ky është një lajm shumë i mirë, ne shpresojmë që të përhapeni në të gjithë Shqipërinë edhe të vini në ndihmë të gjithë atyre fëmijëve apo familjeve që në pamundësi për të ardhur në Tiranë të shkoni juve atje. Unë jam shumë i lumtur që ekziston fondacioni, jam shumë i lumtur që ka një qendër e jam shumë i lumtur që u punoni shumë për të përmirësuar këta fëmijë. Faleminderit që ishte me ne në studio. Faleminderit juve për Ishte vërtet kënaqësi, ju uroj një punë të mbarë. Sigurisht në të gjitha aktivitetet le të themi të muajit tetor, por edhe në punën e cila nuk ndalet tashmë, që kur ky fondacion vjen i plot me të gjitha shërbimet e nevojshme për këta fëmijë. Do të rikthehemi pas pak të dashur miq me fleshin informativ.